Këtë 15 mars u mbushën 17 vite nga ngjarja e rëndë e Gërdecit. Në maj 2009, publicisti Ardian Klosi publikoi librin e tij të fundit Katastrofa e Gërdecit. 3 vjet më pas, i ndjeri u vetvra. Pjesë prej librit janë botuar një dita. Kjo vepër është fruti një pune të gjatë të tij mbi ngjarjen e Gërdecit, rrethanat dhe ngjarjet e tjera që i paraprin. Libri përmban dokumentacion të pasur, referenca arkivore, mediatike dhe fotografi me personazhet e prekura nga tragjedia e Gërdecit. Kemi të bëjmë me një vepër e cila kërkon ta vështrojë ngjarjen e Gërdecit, të pandar nga skenat dhe prapa skenat e saj. Libri sjell gjithashtu edhe dëshmi nga familjet e viktimave. Në një prej tyre është zbulimi i Klosit se ish-ministri Fatmir Mediu posedon një vilë ngjitur me biznesmenin e Gërdecit, Deli Orgji. Zyrtarisht Deli Orgji ishte pronar i Alba Demil, firmës që kreu demontimin e municioneve në fabrikën e Gërdecit. Të dyja vilat gjenden pranë njëra tjetrës në bregdetin e Adriatikut në zonën e Golemit. Klosi ka marrë dhe analizon me qindra pohime, dëshmi dhe dokumenta mbi aferat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Qeverisë Shqiptare me armatimet dhe municionet. Kështu ndërtohet tabloja e një prej aferave më të mëdha korruptive të shtetit shqiptar në 2 dekadat e fundit, që pati një kosto të madhe e veç të tjerash, solli humbjen tragjike të 26 jetëve, fëmijë, gra, burra dhe pleq.